Në drita dhe ngrohtësinë, ku merr më shumë vlerë, qasja njerëzore, vlerat që rinë afër me njëra tjetrën, por dhe finesa e saj, më lidhin vetëm një emër, Eriona Ismaili. Faleminderit që je me mua. Faleminderit shumë për ftesën. E di që të ka markon ndër angazhimet e tua, por është kënaqësi që sot të ndajmë fundvitin as jo shpesh edhe momente reflektimi, por edhe falënderimi për atë që lëm pas. Për çfarë je ti në 2025-ën? Qoftë reflektuese, por edhe mirënjohëse. Në fakt, unë do doja që ta filloja së pari me një falënderim për ty, edhe për ftesën që më ke bërë. Me të vërtetë që ne me punën edhe misionin, se nuk është vetëm punë të qenirit politik, kemi angazhime të caktuara, por mendoj se të qenurit pranë qytetarëve, sidomos në kohë të tilla, është domosdoshmëri, po ajsa edhe kënaqësi, prandaj shumë faleminderit për kohën edhe hapësirën që po më jepni, për të ndarë disa sa reflektime, aq edhe mësime mbase, që 2025-a ka dhënë për mua. 2025 ka qenë një vit me të vërtetë shumë i veçantë, ka qenë një vit intensiv pune, po aq sa një vit i mbushur me sfida, me arritje, me suksese, me lodhje, me zhgënjime, sikurse çdo vit na ka sjell. Për mua në aspektin personal ka qenë një vit i cili më ka sjell ndryshime të rëndësishme në aspektin profesional, që patjetër është shoqëruar edhe me një lloj përgjegjësie dhe përgjegjësie të shtuar, sikurse mendoj unë çdo punë e politikanëve duhet që domosdoshmërisht të ketë dhe që me të vërtetë ne themi punë ndonjëherë, por nuk është punë, është një mision i cili të merr energji, të japësh nga vetja jote gjithçka mundesh edhe duhet të japësh. Dhe ku fokusi nuk je më ti, por janë qytetarët, është e mira e përgjithshme, është bashkëpunimi ndërinstitucional, është ndërveprimi me qytetarët, është menduari 2 herë përpara se sa të bësh një vendimarrje ose të kesh një vendimarrje duke menduar për qytetarin të parin. Dhe kjo ka qenë me të vërtetë një mësim shumë i rëndësishëm për mua, se ndonjëherë në të përditshmen tonë ne patjetër që priremi për të menduar së pari për veten. Dhe është një mësim që 2025 ma ka sjell si e shoqëruar në mënyrë të pashmangshme me këtë punë dhe këtë angazhim që unë kam ndërmarrë në politikë. 25 ka qenë gjithashtu një vit sa reflektues për gjithçka jemi, bëjmë edhe duhet të bëjmë, po aq sa edhe veprimi, duke qenë që ka qenë një vit që është dashur më së shumti të kemi një angazhim edhe në terren, edhe në fushata dhe pastaj në parlament, me një intensitet pune të jashtëzakonshme, ndryshe nga të gjitha mandatet ose legislaturat e të shkuarës, kjo për shkak edhe të objektivit që ne tashmë e kemi pashmangshmërisht të lidhur me këtë mandat, shkuarjen dhe çuarjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu që ka qenë një vit që domosdoshmërisht mund të them ka qenë jo perfekt, por ka qenë i vërtet dhe ka qenë i mbushur me gjithçka unë mendoj që duhet merrja, qoftë mira, qoftë mësime nga ky vit që po lëm. Vërtetësia dhe qetësia që të karakterizon edhe në jetën e përditshme, je një figurë që publiku jo vetëm në këto momente e ka njohur Erionën, por dhe e njeh edhe më përpara. Do të ndihmojnë në 2026 në pritshmëritë që i ke folur me vete? Unë patjetër që edhe në momentin që kam marrë propozimin për të bërë pjesë e politikës, megjithëse kam qenë pjesë e saj në një maraton 12 vjeçare, fushatash, por kur kam marrë propozimin për të qenë kaq brenda politikës dhe për ta patë atë mision full time, të pandar me jetën time, patjetër që i kam vendosur në balancë çfarë unë përfaqësoj dhe jam, dhe çfarë unë mendoj se qytetarët presin ose mund të presin prej meje, ose çfarë unë mund të jap atyre. Dhe mendoj se një nga gjërat që modestisht mund të them është që unë kam qenë edhe pa qenë në këtë pozicion në shërbim të tyre në gjithçka kam mundur në atë kohë të jap. Patjetër që tashmë përgjegjësia dhe përgjegjshmëria është shumë fish më e madhe, është një përgjegjësi që të rëndon mbi shpatulla në të përditshmen tënde dhe në gjithçka ti bën, dhe që çdo gjë që bën duhet vi patjetër si pasojë një mendimi të thellë se si impakton ose se si ndikon kjo në të mirën e përbashkët.
Dhe patjetër që vjen pastaj edhe për një lloj ndërveprimi dhe veprimi qoftë institucional, qoftë njerëzor, qoftë personal me qytetarët, me institucionet, me njerëzit, edhe ndonjëherë pashmangshmërisht edhe me politikën dhe partinë që i përket. Unë mendoj që do t'jetë në gjykimin tim vlerë e shtuar të qenurit afër qytetarëve, se politika në fakt duke qenë për ta, domosdoshmërisht duhet jetë lidhur edhe me ta. Tek atmosfera festive me të cilën po ndajmë këto momente të kësaj dite, se jemi 31 dhjetor. Si shritur Eriona në emocione, në përjetime, në këto dritat e komunitetit, me këtë detyrën e re? Nuk di. Viti 2025, sikur sa unë përmenda, është një vit i cili ka patur sfide, ka patur arritje, ka patur suksese, ka patur përgjegjësi dhe përgjegjësi. Dhe duam apo nuk duam, ne të gjitha këto të rrisin, të ndikojnë, të ndryshojnë, dhe ndryshimi në gjykimin tim ndodh gjatë gjithë jetës, prej ngjarjeve të ndryshme, prej fazave të ndryshme dhe është normale të na shoqërojë. Patjetër që një lloj përgjegjësie që unë ndjej mbi shpatulla tashmë, të jep një lloj pjekurie edhe maturie që kur nuk e ke këtë pozicion ose këtë mision, mundet të ndodh që të mos e ndjesh kaq shumë ose kaq shpesh në vazhdimsi në të përditshmen tënde. Normalisht që është shumë e rëndësishme ruajtja e balancave. Është shumë e rëndësishme se si të ruash balancat e pritshmërive që qytetarët kanë nga ti, me kompleksitetin e realitetit. Është shumë e rëndësishme të arrish të mund të menaxhosh çfarë ata duan, qoftë edhe në rang ose në aspekt individual, dhe çfarë ti mund t'i ofrosh duke respektuar gjithë procedurat ndonjëherë institucionale që një veprim ose mos veprim të kërkon. Dhe që është shumë e rëndësishme nga ana tjetër të jesh pjesë e një gjyje të madhe, sikurse është politika, dhe të ruash unikalitetin tënd, individualitetin tënd dhe gjithçka ti përfaqëson, duke mos ndryshuar, mbase pak do duhet të ndryshosh, por jo në thelbin tënd në të gjithë këtë zhvillim të madh politik që ndodh. Vazhdojmë në qasjen tradicionale të festuarit të festës së fundvitit me familjen. Unë gjithmonë e kam bërë me familjen, kur nuk mbaj mend që të kem festuar ndonjëherë dhe gjithmonë në shtëpi, kur nuk mbaj mend që të kem festuar ndonjëherë në lokale, me gjithë dëshirën e mirë, edhe mirëkuptimin për çdo familje që zgjedh ta bëj këtë gjë. Unë gjithmonë e kam parë edhe si një koshllodhje periudhën e festave, duke qenë për herë angazhuar në disa punë vazhdimisht. Ti e di se si kemi vrapuar të dyja për të qenë në shumë punë gjatë gjithë karrierës sonë, modeste ose jo. Dhe gjithmonë kam zgjedhur edhe për të pushuar dhe për të shijuar pak prindrit, sepse unë pjesën tjetër të familjes nuk e kam në Shqipëri. Por sa herë më është dhënë mundësia dhe rasti, patjetër që kam fluturuar për të bashkuar familjes më të madhe, të motrave, të vëllezërve jashtë. Çfarë doje të bëje më mirë se në 2025-ën për 2026-ën? E mira nuk ka fund dhe përmirësimi patjetër që duhet të mendohet vazhdimisht, sepse një njeri që mendon se si mund të përmirësohet do ta gjejë edhe fuqinë edhe hapësirën për ta bërë diçka të tillë. Unë mendoj që 2026 duhet të jetë një vit më larg zhurmës, edhe më afër zgjidhjeve edhe bashkëpunimeve, më afër qytetarëve, me një ndërgjegje, ndershmëri, përgjegjësi në vendimarrje, duke menduar të mirën e përgjithshme më shumë se sa gjithçka tjetër, dhe mendoj që 2026 për mua të paktën e shoh dhe e parashikoj si një vit që do ketë një angazhim relativisht të madh në punë edhe në parlament, duke qenë pjesë e 2 komisioneve, pjesë e një komiteti, e grupeve të miqësisë. Mendoj edhe për shkak të asaj që përmenda pak më parë, të gjithë rrugtimit të Shqipërisë tashmë drejt Bashkimit Evropian. Jemi parapërgatitur që në fillim të këtij mandati që puna në parlament në këtë legjislaturë do të jetë shumë fish krahasuar me punët legjislaturat e kaluara, për shkak të gjithçka duhet për të parafruar legjislaturën tonë me Bashkimin Evropian, dhe mendoj që do jetë një vit i mbushur me angazhim, me punë,
por pa hequr fokusin asnjëherë nga qytetarët, edhe nga qyteti Vlorës, nga qarku Vlorës, nga problematika këtu, nga bashkëpunime, qoftë me deputet, kolegë të tjerë, qoftë me institucione, bashkinë ose institucione qendrore, se si mund të ndërveprojmë, të bashkëpunojmë për të ndikuar sa më shumë të jetë e mundur, për të sjellë investime në qarkun e Vlorës dhe në Vlorë, me qëllim përmirësimin e jetesës të qytetarëve. Ajo që mua më bën të ndihem shumë mirë është që kjo është një punë që mua në lëkurën time dhe në karakterin tim më qëndron mirë. Nuk më duhet të strapacohem apo të lodhem për të dalë nga karakteri im për ta bërë mirë këtë punë, dhe që mendoj që 2026 do jetë një vit i lodhshëm, por produktiv. Duke të njohur dhe jam e bindur edhe për publikun, Erion, energjinë pozitive, përgjegjshmërinë që të karakterizon nuk di prej sa vitesh, prej sa kohësh që njemi, por mbi të gjitha edhe për angazhimin dhe për kushtimin kur i vjesh diçkaje. Është e vështirë kjo balancë të qenit përgjegjësi dhe empati në të njëjtën kohë? Mua nuk më ka rezultuar si problem, përkundrezi mendoj që të paturit empati dhe përgjegjshmëri mund të jenë dy nga armët, në thonjza, më të forta të mijat. Është e vërtetë që unë për herë kur kam marrë përsipër një punë e kam çuar deri në fund, nuk mbaj mend jetën time ndonjëherë të kem nis diçka dhe të kam lënë në mes, edhe kur ka qenë për shkak të ndryshimeve të ngjarjeve të caktuara, mos dashje të kem kosto personale për ta çuar deri në fund, e kam çuar deri në fund. Dhe mendoj që empatia mua për herë më sjell ndërmend se nuk ka rëndësi çfarë karrige je ulur, nuk ka rëndësi çfarë posti ke, nuk ka rëndësi çfarë detyre ke. Për mua empatia dhe të qenit njeri është njëshi. Çdo gjë tjetër që ti arrin janë zerot. Nëse s'ke njëshin, zerot mbeten zero. Do ndalen shatë e kurimi fundit për qytetarët, për shqiptarët kudo që janë dhe për këtë do zemra ty. Unë uroj që më së pari ne të kemi një vit në 2026 që do të ofroj zgjidhje dhe jo zhurmë. Uroj që gjithë familja ime së pari, miqtë e mi, gjithë qytetarët, gjithë shqiptarët të mund të kenë një vit të bekat, me shëndet si fillim, me shumë fat, me shumë dashuri, me suksese dhe gjithë shka se cilit i do zemra. Nuk ka rëndësi çfarë mund t'i uroj gjithkujt, çfarë unë uroj mund mos tjetë domosdoshmërisht çfarë secili dëshiron dhe uron për veten, por uroj që çdo ëndër e tyre, sa do e madhe të jetë, sa do e paarritshme të duket, të bëhet realitet në 2026 ose të hetë themelin 2026 dhe të bëhet realitet kurdo që duhet bërë realitet. Se ndonjëherë disa urime për veten, ne i duam kur i duam, por Zoti na i sjell kur na duhet. Unë të falenderoj përzemërsisht edhe në emër të redaksisë së Blu Televizion, që edhe momentet që mund të kishit me familjen tuaj, gjetët mundësi dhe erdhët. Më të mirat për familjen tënde të vogël, por dhe familjen tënde të madhe politike. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi Viola për herë. Ti ke qenë, do ma lejosh të ndaj një vlerësim shumë personal për ty, mbase nuk do duket shumë profesioniste, por unë dua ta bëj, mbase është pjesa empatike e imja. Dua të falenderoj e para për gjithë palodhjen edhe gjithë dëshirën që ti për herë ke sjellë në këtë qytet duke qenë aty, edhe me më shumë se një punë, edhe duke gjetur kohë për angazhimet të tuat personale, edhe për të gjetur kohë në misione, se televizioni gjithashtu mision sikurse politika, për të kontribuar në këtë qytetin ton, që është kaq i madh dhe i vogël njëkohësisht, por që mbi të gjitha ka njerëz shumë të mirë dhe shumë të bukur. Unë dëshiroj që surprizën t'ju bëja juve, ma bët mua. Vlerësoj, të falenderoj. Faleminderit ty, gjithashtu. Miq, vetëm pas pak.